Në bazë të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit është saktë të përcaktuar ajo që sistemi prokuroria gjyqësor dhe policisë së Kosovës nuk ka një harmonizim të duhur, nuk ka një aktivitet të ngritjes të mbështetjes për të mbarvajtur dhe për të çastur problematikës në aspektin etiologjik dhe fenomenologjik të këtij problematike që shpërfaqet, por njëkohësisht dënimet të cilat ishin shqiptuar nga sistemi gjyqësor nuk ishin në përputhje të interesave të përgjithshme, pra dënimet ishin minimale, njëkohësisht përgatitja e personelit adekuat për të mbarvajtur qoftë aspekti i trafikimit me qenë njerëzor, qoftë aspekti i cili i marginalizon grupet etnike të caktuara në Republikën e Kosovës, kanë ndikuar që Departamenti Amerikan i Shtetit të jetë në një zëri kritik, por njëkohësisht edhe lavdrues në të njëjtën kohë sa i përket përcaktimit të direktiva përkatëse, sa i përket përcaktimit të interesit strategjik për një ambient të sigurt i cili bazohet në premisa dhe postulatat e larta të një shteti demokratik që Kosova duhet të jetë. Padyshim në planet strategjike dhe në dokumentet strategjike me të cilat operojnë dhe veprojnë institucionet përkatëse do duhet që të inkorporojnë kërkesat dhe rekomandimet, për një nga kërkesat do të jetë shtimi i kapaciteteteve humane për të mbarvajtur nga kërcënimi real dhe faktik, dhe njëkohësisht trajnimet të avancuara dhe mbështetja teknologjike do të jenë kruciale për të pruar situatën deri te një marrje në një vendim të adekuat nga sistemi gjyqësor, dhe njëkohësisht sistemi gjyqësor do duhet të jetë rigoroz sa i përket jo dënimit minimal, por të jetë një dënim i cili e përcakton peshën e veprës penale që do është kryer.